Deputeti demokrat Dashnor Sula ka reaguar pasi u largua edhe nga lista e koalicionit të Adriatik Lapajt, ndërsa e cilëson si pabesi vendimin e drejtuesve të Partisë Demokratike për të mos shpërblyer kontributin e tij si demokrat në këto 4 vite. Dash Sula ka 2 fjalë për Shqipëria bëhet. Formacioni i ri politik thot Sula është një kurth i Berishës dhe akuzon drejtuesin e tij Adriatik Lapaj se ka mësuar më shpejt të gënjejë se të mendojë. Reagimi i plotë i Dashnor Sulës. Gjatë këtyre 72 orëve jam gjendur mes një xhungle politike, mes mish dhe armish, mes atyre që duan partinë dhe atyre që duan Shqipërinë. Parlamentin e kam dashur dhe e dua sepse aty është agora ku jam përpjekur të sjell hallet e njerëzve, të atyre që jam rritur e që po kaloj jetën. Shpesh për këtë jam parë si njeriu i gabuar, e aq më shumë kur mes simbolikave jam përpjekur që zërin e tyre ta kem në sallën e luksit. Nuk e prita që partia në cilën kam besuar do e shpërblente kontributin tim me një pabesi, ngjashëm nga ato që të gjithë kemi parë në 34 vite. Pasi Partia Demokratike, ku unë s'jam për kryetarët, por për opozitarët, nuk më dhanë vendin që i takon zonës time, më kontaktuan nga formacioni politik i zotit Lapaj, u shpreha gatishmërinë për të futur në një garë me ta, duke vlerësuar faktin se janë të rinj. Mirë po fatkeqësisht edhe zoti Lapaj pas ka mësuar hilet para rregullave dhe pa hyrë mirë në politik më shpejt gënjeka se sa mendoka, pasi më bën pjesë të listës më thanë jo, nuk mund t'japim garanci që njerëzit që kemi vendosur në listë të mbyllur do të tërhiqen nëse unë fitoja mandatin. Pra muaj që do merja më shumë vota, s'do më hapej rruga siç predikon Lapaj kur vendos baba në listë dhe thot se e kam vënë për ta tërhequr. Por unë nga padrejtësia ika e s'mund të pranoj një padrejtësi tjetër. Tani dua t'ja them 2 fjalë mbështetësve, atyre që më kanë mbështetur dhe më mbështesin. Kjo Shqipëria bëhet që kërka një kurth i doktor Berishës për të mbledhur vota të djathta që vetë zoti Berisha nuk arrin t'i mbledh, dhe duket se pas ka gjetur një talent të ri të mashtrimit si të atyre sekteve që premtonin takime me zotin. Edi Rama ashtu qeshe ngjeshe ka thënë tamam atë që demokratët po nuk thanë kënetën e Berishës, s'do vinë kurrë në pushtet. Po, Berisha është hajmalia e fatit e Edi Ramës. Plani i Berishës për t'i ndarë votat e djathta mes tij dhe Lapajt i japin Ramës jo mandatin e 4, por e bëjnë mbret. Në 20 vite në politik me ndërprerje në parlament, unë kam qenë jam dhe do të mbetem demokrat, por për fat keq emrin tim nuk do e gjeni në asnjë listë. Nuk do e gjeni në listën e PD-s pasi ai që nuk duron dot lirin time dhe parimet e mia. Më la jashtë pavarësisht se në 4 vite kam qenë ndër deputetët më aktiv, pavarësisht se dola më i votuarin në Elbasan në primare dhe pavarësisht se isha i pari që hapa si parin e takimeve madhështore në diaspor, nuk do e keni as në listën e atyre që kanë nxjerrë doktor Berisha. Lapajt do me thënë sepse edhe ai po ecën në hapat e mentorit të tij. Berisha më 11 maj nuk do që të fitoj zgjedhjet. Ai do të krijojë vetëm një grup parlamentar me besnikët e tij që do të vijojnë t'i bëjnë freske dhe me 12 maj Berisha shkeli me të dyja këmbët statutin e PD-s edhe premtimet e veta dhe u pa qartë se ai as nuk e kanë mend të mund Edi Rama në zgjedhje. Me kë do e mund me Jeni Sherin, Kostaq Papën apo me Kujtim Gjullzin? Apo mos do e mund duke çarë votat e djathta mes tij dhe Lapajt? Demokratë ndershëm që keni 12 vite që vuani, armiku politik nuk mund të luftohet kur brenda kalas kemikalin e Trojës. Për të luftuar kundërshtarin duhet forcohemi brenda vetes. Si bëhet kjo? Rezultati 11 maj do të na tregoj. Me 11 maj ne duhet refuzojmë të përdoremi si mish për top për interesat një personi që për të ruajtur pozitat e veta, votat e të djathtëve i ndan mes vetes dhe nismave të reja me filozofi 34 vjeçare të Lapajt.